Normalisht që mes burrit dhe gruas nuk ka kufi. Allahu xhalla xhelalu në Kur'an konsideron jetën, le të themi, intime bashkërtore si një trup i vetëm që mbulohet nga një rob. Ju jeni për bashkëshortët tuaj si rob e trupit dhe bashkëshortët tuaj janë për ju si një rob e trupit. Kjo roba e trupit faktikisht ka disa funksione, e ndër këto funksione është mbulon, le të themi, tmetat dhe gabimet, zbulon gjithçka dhe sheh gjithçka, bën rolin e mbrojtësit në momente, le të themi, ftohti apo nxehti. Kështu është edhe puna e jetës bashkëshortore ose jetës intime bashkëshortore, domethënë ajo nuk ka kufizime për sa i përket, le të themi, etikës së shprehjes, gjithmonë përderisa nuk te kalojnë kufit që kanë bën me fen apo me besimin. Ndërsa pjesa tjetër pastaj, domethënë, është e lirë, është e hapur, domethënë, si më thënë, nuk ka shprehje të turpshme, si më thënë, që s'duhen përdorur, përderisa raporti i tyre është shumë më kaq se sa kaq.